çdo njeri me mirësi është objekt zilie. I dërguari Allahut profeti Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: kërkoni ndihmë për realizimin e nevojave tuaja me fshehtësi, sepse çdo njeri që ka ndonjë mirësi është objekt i zilisë. Nga kjo thënie e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa ali, kuptojmë se jo çdo gjë e mirë duhet bërë publike. Ndonjëherë është më e sigurt të veprosh në fshehtësi e në heshtje. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wa ali na mëson se suksesi, planet dhe begatit mund të tërheqin zilinë e të tjerëve. Zilia mund të sjellë pengesa, dëm ose energji negative. Prandaj, është më e mençur që nevoja dhe synimet t'i mbajmë të fshehta derisa të realizohen. Ruaje të mirën me maturi dhe mos e ekspozo pa nevojë, sepse jo të gjithë gëzohen për suksesin tënd.